Horoskopi ditor, 4 Korrik. Dita kur ajo që dukej e mbyllur fillon të hapet. Nuk janë gjithmonë ngjarjet e mëdha ato që ndryshojnë jetën. Shpesh është një derë që hapet në momentin e duhur, një përgjigje që vjen kur nuk e pret ose një mundësi që shfaqet pikërisht pasi kishe menduar të hiqje dorë. 4 Korriku mbart një energji krejt të veçantë. Është dita kur shumë pengesa fillojnë të humbasin forcën dhe rrugë që dukeshin të bllokuara mund të marrin një kthes të papritur. Për disa shenja do të jetë momenti i një lajmi të mirë. Për të tjera, dita kur do të kuptojnë se një pritje e gjatë ka pasur një arsye. Mos u përqendro vetëm tek ajo që sheh. Shpesh ndryshimet më të mëdha fillojnë në heshtje dhe vetëm më vonë tregojnë fuqinë e tyre. Dëgjoje me kujdes mesazhin e shenjës tënde, sepse ajo që nis sot mund të ndikojë në gjithë vazhdimin e korrikut. Dashi. Sot nuk do të ketë rëndësi sa shpejt ecën, por sa mirë di të dallosh mundësinë e duhur. Një zhvillim në punë mund të bëjë të ndryshosh mënyrën si e shije një situatë që dukej pa zgjidhje. Në financa, një zgjedhje e mençur mund të kursejë më shumë se sa një fitim i shpejtë. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë ndikim më të madh se çdo premtim. Nëse je në një lidhje, sinqeriteti do të krijojë më shumë afërsi. Nëse je vetëm, mos e refuzo një bisedë që lind papritur. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes së grumbulluar. Fati do të favorizojë ata që nuk heqin dorë në çastet e fundit. Sot mund të kuptosh se dera që mendoje e mbyllur nuk ishte mbyllur kurrë. Demi. Ka raste kur qetësia është shenja më e fortë se gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur. Pikërisht këtë ndjesim mund të përjetosh gjatë kësaj dite. Në punë, një person mund të japë një lajm ose një sugjerim që ndryshon planet e javës. Në financa, kujdesi që ke treguar kohët e fundit fillon të jap rezultatet e para. Në dashuri, dikush mund të afrohet me më shumë sinqeritet dhe të largojë një pasiguri të vjetër. Nëse je vetëm, një njohje mund të lindë në një ambient krejt të zakonshëm. Shëndeti përfiton nga më shumë pushim dhe ritëm i balancuar. Fati do të shfaqet në një moment që në fillim duket krejt i zakonshëm. Mos e nënvlerëso atë që ndodh sot, sepse mund të jetë fillimi i një periudhe shumë më të favorshme. Binjakët. Mos u habit nëse një bisedë e zakonshme merr një kthes që nuk e kishe imagjinuar. Dita favorizon komunikimin, informacionet e rëndësishme dhe takimet që hapin horizonte të reja. Në punë, një ide që ke mbajtur për veten mund të marrë më në fund vlerësimin që meriton. Në financa, një mundësi e vogël mund të ketë ndikim më të madh nga sa duket. Në dashuri, një mesazh ose një telefonat mund të rikthejë buzëqeshjen. Nëse je në një lidhje, dita është ideale për të sqaruar çdo paqartësi. Shëndeti përmirësohet kur largon ngarkesën mendore dhe organizon më mirë kohën. Fati do të jetë në anën tënde nëse i beson intuitës dhe nuk nxitohesh me përfundime. Sot fjala e duhur mund të hapë një rrugë krejt të re. Daforja. Jo çdo fitore festohet me duar trokitje. Disa fitore ndihen vetëm nga ai që ka kaluar një periudhë të vështirë. Kjo ditë mund të japë pikërisht atë ndjenjë çlirimi. Në punë, një situatë që të ka mbajtur në ankth mund të marrë drejtimin që ke pritur. Në financa, mos u ndiko nga emocionet e momentit dhe vazhdo me planin që ke ndërtuar. Në dashuri, një person mund të tregojë se ka qenë pranë teje më shumë nga sa e kishe kuptuar. Nëse je vetëm, një rastësi mund të sjellë një njohje interesante. Shëndeti përmirësohet kur i kushton më shumë rëndësi qetësisë emocionale. Fati do të buzëqesh përmes njerëzve që kanë besuar gjithmonë tek ti sot do të ndjesh se diçka e mirë po fillon. Luani. Mundësitë më të mëdha nuk lajmërojnë gjithmonë ardhjen e tyre. Shpesh ato shfaqen të fshehura brenda një situate që në fillim duket krejt e zakonshme. Kjo është arsyeja pse 4 Korriku kërkon vëmendjen tënde. Në punë, një zhvillim mund të japë shansin të tregosh aftësi që deri tani kanë mbetur në hije. Në financa, një vendim i matur mund të sjellë më shumë përfitim se sa një fitim i menjëhershëm.
Në dashuri, një person mund të befasojë me një gest që ndryshon atmosferën mes jush. Nëse je në një lidhje, dita favorizon afërsinë dhe mirëkuptimin. Shëndeti kërkon më shumë kohë për pushim dhe rikuperim. Fati do të jetë pranë teje kur zgjedh të veprosh me vetbesim, por pa nxitim. Sot mund të marrësh sinjalin që ke pritur prej kohësh. Virgjëresha. Gjërat më të rëndësishme nuk ndryshojnë gjithmonë me shumë. Ndonjëherë mjafton një detaj i vetëm për të kthyer gjithë drejtimin e një dite. Pikërisht ky detaj mund të shfaqet për ty sot. Në punë, një analizë ose një ide e jotja mund të marrë vlerësimin që meriton dhe të hapë një mundësi të re. Në financa, dita favorizon organizimin dhe vendimet afatgjata. Në dashuri, një bisedë e qetë mund të largojë një keqkuptim që ka qëndruar pezull. Nëse je vetëm, dikush mund të afrohet në mënyrë krejt natyrale. Shëndeti përfiton kur I jep më shumë rëndësi balancës mes angazhimeve dhe pushimit. Fati do të vijë përmes zgjedhjeve të menduara mirë. Sot durimi yt mund të shpërblehet më shpejt nga sa e pret. Peshorja. Kur gjithçka duket e paqartë, mjafton një vendim I drejtë për të kthyer ekuilibrin. Kjo është energjia që të shoqëron gjatë 4 korrikut. Në punë, një bashkëpunim ose një propozim mund të bëjë të shohësh mundësi që nuk I kishe marrë parasysh. Në financa, shmang vendimet emocionale dhe beso tek logjika. Në dashuri, një person mund të tregojë një anë të karakterit që nuk e kishe njohur më parë. Nëse je në një lidhje, dita favorizon bisedat për të ardhmen. Shëndeti kërkon më shumë lëvizje dhe më pak stres. Fati do të lidhet me aftësinë tënde për të zgjedhur pa u ndikuar nga presioni I të tjerëve. Sot mund të kuptosh se përgjigjja që kërkoje ka qenë pranë teje gjatë gjithë kohës. Akrepi. Ka raste kur heshtja zbulon shumë më tepër se sa çdo shpjegim. Gjatë kësaj dite do të arrish të kuptosh diçka që të tjerëve mund të shpëtojë. Në punë, një informacion I ri mund të jap avantazhin që të nevojitet për të marrë një vendim të rëndësishëm. Në financa, kujdesi dhe durimi do të mbrojnë nga një zgjedhje e gabuar. Në dashuri, dikush mund të shprehë ndjenja ose qëllime që I ka mbajtur të fshehta. Nëse je në një lidhje, besimi do të forcohet përmes sinqeritetit. Shëndeti përfiton nga qetësia dhe nga largimi I tensioneve të panevojshme. Fati do të jetë në anën tënde nëse I beson intuitës. Sot mund të zbulosh se ajo që dukej pengesë ishte në të vërtetë një mbrojtje. Shigjetari. Nuk është rastësi kur e njëjta ide vazhdon të rikthehet në mendje. Ndoshta është momenti ta shohësh me më shumë seriozitet. Gjatë 4 korrikut mund të marrësh një sinjal që të shtyn të ndryshosh një plan ose të pranosh një mundësi që deri dje e kishe lënë mënjan. Në punë, një zhvillim I ri mund të hapë perspektiva më të mëdha për javët në vijim. Në financa, zgjedhjet e kujdesshme do të sjellin më shumë siguri se sa rreziku I panevojshëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë 2 njerëz që janë larguar emocionalisht. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të bëjë të ndryshosh mendim për dikë. Shëndeti përmirësohet kur I kushton më shumë rëndësi ritmit të jetës. Fati do të favorizojë vendimet që lindin nga besimi tek vetja. Britsjapi. Përgjigjet që kërkon nuk do të vinë duke nxituar, por duke parë me kujdes atë që po ndodh përreth teje. Kjo ditë të fton të analizosh më shumë dhe të reagosh më pak. Në punë, një mundësi për të treguar aftësitë tua mund të vijë në një mënyrë që nuk e kishe parashikuar. Në financa, dita favorizon organizimin dhe shmangjen e shpenzimeve të panevojshme. Në dashuri, një gest I vogël mund të ketë ndikim më të madh se një premtim I madh. Nëse je vetëm, dikush mund të afrohet me qëllime serioze. Shëndeti kërkon më shumë pushim dhe kujdes ndaj lodhjes fizike. Fati do të jetë në anën tënde nëse nuk e humbet durimin përballë vonesave. Sot mund të kuptosh se disa pritje kanë qenë në të vërtetë një përgatitje. Ujori. Disa ndryshime fillojnë pa bërë zhurmë, por ndikimi I tyre ndihet për një kohë të gjatë. Kjo mund të jetë pikërisht ajo që të pret gjatë kësaj dite.
Në punë, një ide ose një bashkëpunim mund të japë mundësinë të ecësh në një drejtim më të favorshëm. Në financa, një vendim i zgjuar mund të krijojë më shumë stabilitet për javët që vijnë. Në dashuri, një person mund të befasojë me një qëndrim që nuk e prisje. Nëse je në një lidhje, komunikimi i hapur do të forcojë besimin mes jush. Shëndeti përfiton kur largon stresin dhe organizon më mirë kohën. Fati do të vijë përmes një mundësie që shumica do ta shpërfillnin. Mos e nënvlerëso atë që ndodh sot, sepse mund të jetë fillimi i një etape të re. Peshqit. Ndonjëherë mjafton të ndryshosh mënyrën si e sheh një situatë që të ndryshojë edhe rezultati. Kjo është forca që të shoqëron gjatë 4 korrigut. Në punë, një lajm ose një zhvillim mund të rikthejë besimin tek një projekt që e kishe lënë në dyshim. Në financa, do të jetë më e mençur të ndërtosh se sa të rrezikosh. Në dashuri, emocionet do të bëhen më të qarta dhe një person mund të të japë përgjigjen që ke pritur. Nëse je vetëm, mirënjohje mund të lindë në një moment krejt të papritur. Shëndeti përmirësohet kur i jep më shumë kohë vetes dhe qetësisë mendore. Fati do të udhëheqë përmes intuitës, ndaj mos e shpërfill zërin e brendshëm. Sot ai mund të çojë drejt zgjedhjes së duhur. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën hapja nëse beson se 4 korriku po hap një rrugë të re për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh sot.